Vëllai i madh në Big Brother Albania VIP5 po tregon që ka drejtësi, po tregon që një lojë si Big Brother duhet të ketë një limit dhe po tregon se kush e prek limitin disa herë dhe kush është ai që përbuz ftesën për të qenë banor në shtëpinë më të ndjekur del përjashta me zarf të zi, siç ka dalë edhe Casey për shkak të një gjuhë të pisët. Ai është përjashtuar dhe nga formati përputhen njëjta gjë ndodhi dhe me Big Brother brenda pak muajve është përjashtuar nga dy formate për shkak të gjuhës e cila është tepër e ndotur, por duke mos u ndalur tek ai dhe duke shuar çdo lloj aludimi se mund të jetë në akuarium dhe do të rikthehet të shtunën në Big Brother, mbrëm u paq se ai ishte një nga baret me muzikë në Tiranë dhe kjo do të thotë që është larguar nga shtëpia e Big Brotherit, ajsa dhe në studio Ledioni nuk e ftoi kjo për të dhënë mesazhit kujdo që futet me paramendim edhe luan një lojë ku shan, gjykon, kërcënon, ofendon, ka një felë rrugë, ka të gjitha dhe shkel çdo tolerim që vëllai i madh ja lejon atë lojë, vendin e ka përjashtë dhe jo në ekran. Sa kaq nga ana tjetër, situatat në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 vijojnë të jenë dinamike. Në një anë është Mateo dhe Brikena, e cila kjo nga një anë e do vëmendjen e Mateos, nga ana tjetër thot pse nuk më flet, pse nuk më thua mirëmëngjes, edhe pse prezanton qasjen e saj të vijueshme që mendon se pëlqimi i Mateos është për strategji loje, e kërkon edhe realitetin sipas saj. Pra është në një lloj kontradikte, edhe e quan loj strategjinë e tij, edhe i thot pse largohesh, nuk më afrohesh, nuk po e kuptoj se çfarë do Brikena në këtë lojë. Nga ana tjetër Mateo vijon të ketë simpatinë e publikut, gjë që madjet në rrjetet sociale ku është një nga banorët që ka fituar simpati. Kjo u tregua dhe në televotimin e fundit në shtëpinë e Big Brother ku ai u shpall i preferuar i publikut. Sa kaq çifti është në krizë dhe këtu fjalën e kam për Miri dhe Selin. Ju desh Selin që të marrë mesazhin nga vëllai i vet që vazhdoi vetme që ajo të ketë një lloj distancimi nga Miri. Ky i fundit u prek dhe u pa paksa i lënduar nga ftohtësia që Selin direkt mbajti pas takimit që pati me të vëllain në prajmin e së martës, ku i kërkoi një lloj sqarime dhe i kërkoi një lloj arsyetimi pse erdhi kjo ftohtësi, pse nuk e takoi siç takoi banorët e tjerë. Të dy janë lojtarë, këta e kanë treguar, por më lojtare për ato lojë unë shikoj Selin se sa Mirin që mund ta imagjinoj dhe mund ta pikturoj si një lloj tullumbace e fryrë, ka një lloj futulloku edhe një lloj shtrirje në lojë që për mua nuk i shkon tek këmbët e organit që ai pretendon se ka në lojën e Big Brotherit. Mbetet për të parë se si do të jetë ky raport, edhe tani më që ka një kundërshtare të fortë kjo dyshe, që është Kunata, e cila mori dhe unazën nga vëllai i Selin, Greta. Mbetet për të parë qasja se si do të jetë Selin dhe Miri, tani më që ndan dhe krevatet. Besoj që do të ketë një lloj largimi dhe këtu do ta shikojmë se sa lojtar i zgjuar do të jetë Miri për të krijuar situata apo për të qenë ai më fair dhe më i drejtë dhe më, le të themi, i pastër në këtë lojë që është futur, edhe pse në sytë e publikut e është paragjykuar dhe gjykuar shumë për gjatë këtyre javëve që kur nisi këtë lojë në çift me Selin. Nga ana tjetër, një lojtar që po ju heq mallin dashamirësve dhe fansave të pafund të Gjestit është DJ-i i tij, DJ Gimbo, i cili është pjesë e shtëpisë Big Brother Albania VIP5, si një banor dhe menjëherë është parë ajo lirshmëria e tij, menjëherë është parë komoditeti i tij dhe menjëherë janë parë ato flirtet e para, por edhe potenciali i tij për të treguar atë që nuk e ka treguar për gjatë këtyre muajve, përposhtë mbështetjes të pafund që ai ka dhënë për Gjestin, si në momentet e mira dhe në ato momentet më tragjike. Është ngjetur pranë edhe komente që Gimbo është një lloj Gjesti në atë shtëpinë e Big Brother, por ndoshta duke pasur të njëjtin karakter, të njëjtën adrenalinë dhe të njëjtën qasje, mund të jenë të njëjtë, prandaj edhe bashkë dhe nuk e kanë tradhtuar kur njëri tjetrit. Maj sa unë po shikoj, po jep një tjetër lezet shtëpisë, ai lezeti që i ka munguar dhe menjëherë ka marrë vëmendjen e rrjeteve sociale dhe është bërë viral me disa situata ku duhet theksuar se është keq kuptuar një deklaratë e tij për nënën që
fatmirësisht e ka shëndosh e mirë dhe është në jetë, pra sikur ai nuk e ka nënë, pra ka dalë ka konteksti një lloj sqarimi që ai ka dhënë për banorët në lidhje me motrat dhe që është djalë që ka ardhur pas disa motrave, por sidoqoftë rrjetet sociale janë aty për të treguar të vërtetën dhe kur gjërat dalin nga konteksti. Unë në syrin tim po i shikoj gimbon edhe pse e ka marrë një lloj eksperiencë nga gjesti dhe pse e di mirë se si është Big Brotheri, po i shikoj në atë që nuk ka prezantuar veten, se edhe në daljet televizive që ka folur për gjesti, nuk është se ka folur shumë, 2-3 maksimumi dalje televizive ka pasur dhe në rrjetet sociale ka qenë shumë prezent edhe me njëherë ky shpërthimi i tij i akumuluar, besoj unë, edhe i është dashur realisht që të tregoj veten dhe të marrë dhe ai atë të mirën që ka ky format si Big Brother, që është fama dhe mbështetja, dhe të tregoj karakterin e tij, po dhe kush është ai si individ. Besoj që do ta ketë rrugtimin e gjatë, mbetet për të parë ngacmimi që ka me Selin, nëse do të përkthehet në një lloj lidhje apo thjesht një lloj kimie e bukur, kështu e lezetshme, cute, midis dy njerëzve që njihen për herë të parë dhe kanë atë energjinë e dy të rinjve që e duan formatin, por e duan edhe ndjesinë e bukur dhe po e shfaqet, dhe nuk besoj që do të ketë ndonjë lloj pengese. Interesante do të jetë nëse do të ketë lidhje dhe si do të jetë kjo lidhje, pasi Selin edhe në sytë e publikut është një vajzë, edhe pse 23 vjeçe, me një lloj karakteri e qëndrueshme dhe e gjykuar paksa në raport me Mirin, por ka treguar që ditë vë pikat mbi i, siç është edhe raporti i saj me kunatën Gretën, që është shprehur që kurrë nuk do ta shikoj si lojtare, dhe pse kjo e fundit është shprehur që do ta shikoj dhe do të bëj çdo mos që ta ndaj nga Miri, e duke përmbyllur këtë trocme Redin e lash për fund, pasi mjafton vetëm një fjali për të përmendur Rogertin, që është fiks si një pler e marrë nga Kazani, edhe pse Betorinat ka një vlerë se mund të riciklon, ai besoj është futur me një taktik shumë të gabuar, që të sulmoj gjithkënd, që të sulmoj në mënyrë brutale, në mënyrë shumë të egër, në mënyrë shumë jo njerëzore, t'i lëndoj në plag banorët, si që lëndoj Malin, për e mori përgjigjen brëm në Prime. Nga ana tjetër, një lloj mbetje që për mua nuk është shumë e pranueshme në një format si Big Brother, se tentoi diku Labinot Rejta në Bigun e Kosovës me këtë qasjen që ti sulet me informacione nga jashtë apo edhe ti njollosi, e pati deri diku, shua dhe është harruar në shtëpinë. E njëjta gjë do të jetë besoj edhe me Rogertin, nëse nuk do të dalë me zarf të zi nga ajo shtëpi, dhe banorët po mbajnë shumë në nerva që mund të mos përkthehet situata në një lloj agravimi të një përleshje fizike, se nuk është mesazh i bukur, por e gjitha carimi që ai bën, e gjithë lëndimet dhe të gjithë fjalët apo gjithçka që ai bën, e meriton diçka që të shënohet edhe të tërhiqet, por mbetet për të parë se sa shumë thellë do ta zhysi veten me këtë lojë që as Kazani plerave nuk e meriton, sa aty mbetet të riciklohen, edhe ai me qasje dhe me gojën e tij nuk ka lënë vend për askënd atë shtëpi. Ky ishte Troçmi Redi, do doja të ndjej mendimin tuaj, por më kryesorja është i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.